Pasqyrat e rrafshta. Pasqyrë e rrafsht quhet çdo sipërfaqe e lëmueshme nga e cila mund të reflektohen rrezet e dritës. Le të supozojmë se në këtë figurë kemi një pasqyrë P', ashtu siç po shohim në figurë, dhe kjo sipërfaqe është e lëmueshme dhe rrafsht e cila reflekton rrezet e dritës. Le të supozojmë se këtu kemi një burim të dritës, të cilin do ta shënojmë me I, pra burimi I dritës, I cili lëshon rreze të dritës, të cilat rreze do të përhapen në mënyrë drejtvizore dhe ato bien në pasqyrë nga e cila do të reflektohen. Sipas ligjit të reflektimit, kemi thënë se këndi I rënjes është gjithnjë I barabartë me këndin e reflektimit. Le të supozojmë se nga burimi një rrezë dritës e cila përhapet bie në pasqyrë dhe nga kjo pikë ajo do të reflektohet duke u kthye sipas këtij drejtimi dhe kohu. Këtu me vizë të ndërprerë kemi paraqit normalen e cila mbyll këndin me rrezën rënëse dhe rrezën e reflektuar që janë të barabarta. Prandaj këto kënde mund t'i shkruajmë. Këtu le të jetë këndi alfa, ndërkaq këtu do të jetë këndi beta. Dhe mund të themi se këndi alfa është I barabartë me këndin beta. Një rrezë tjetër të cilën mund ta paraqesim është, supozojmë, kjo rrezja këtu, e cila përhapet në mënyrë të drejtvizore dhe pasi të reflektohet ajo do të ketë këtë kah dhe këtë drejtim. Edhe këtu shohim se normalja mbyll një kënd me rrezën e cila përhapet dhe bie në pasqyrë, që është këndi alfa, dhe po ashtu një kënd që mbyll normalja me rrezën e reflektuar që e kemi shënuar si këndi beta, që vlen barazimit të cilin ne shkruam se këndi alfa është I barabartë me këndin beta. Po kjo do të ndodh me të gjitha rrezet e dritës të cilat përhapen dhe bien në pasqyrën P', do të reflektohen sipas këndit të përhapjes dhe këndit të reflektimit. Ne do të vazhdojmë me një shembull tjetër ku kemi paraqit në këtë figurë një burim të dritës I cili gjendet para pasqyrës P'. Burimin e dritës e kemi shënuar po ashtu me I, nga I cili përhapen rreze të dritës të cilat bien në pasqyrë nga e cila ato do të reflektohen. Do të përcjellim këtë rrezë drite e cila bie në pasqyrë dhe ajo pas reflektimit do të kthehet dhe po ashtu një rrezë drite tjetër e cila përhapet në mënyrë drejtvizore e cila bie në pasqyrë ku këtu paraqitet normalja dhe këndi alfa do të jetë I barabartë me këndin beta dhe pas reflektimit ajo rrezë do të përhapet në këtë drejtim dhe në këtë kah. Një rrezë tjetër e cila përhapet nga burimi I dritës, supozojmë se bie në këtë pikë në pasqyrë, ajo pas reflektimit do të kthehet në këtë drejtim dhe në këtë kah. Dhe një rrezë tjetër të cilën po ashtu do ta mendojmë se është përhap nga burimi I dritës dhe ka rënë në këtë pikë, pas reflektimit ajo do të kthehet në këtë drejtim dhe kah. Ashtu siç vërejmë vetëm këto dy rreze të dritës të cilat janë reflektuar do të sheh bebza e syrit të eksperimentuesit që gjendet në këtë pozitë, ndërkaq që tufën tjetër të
rrezave të dritës nuk e sheh eksperimentuesi, por eksperimentuesi këtë burim të dritës realisht që ndodhet në këtë pikë, ai virtualisht do ta sheh në pikën I prem, për arsye se atij I duket se burimi I dritës është ky në pikën I prem e jo realisht siç ndodhet në pikën I. Largësia e objektit nga pasqyra është e barabartë me largësinë e shëmbullimit nga pasqyra. Pra, objekti virtual të cilin syri jonë na duket se po e shohim është I larguar po aq sa është I larguar trupi real nga pasqyra. Supozojmë se para pasqyrës është vendos një trekëndsh me brinjet AB, BC dhe CA. Atëherë kur ky trup gjendet para pasqyrës, shëmbullimi I tij do të paraqitet sipas figurës të dhënë në këtë rast, ku me viza të ndërprera po e paraqesim shëmbullimin e trupit, në këtë rast trekëndshet. Pra këto do të jenë pikat A prem, B prem dhe C prem. Siç shihet, objekti I cili ndodhet para pasqyrës gjithmonë duket shëmbullimi I tij I përmbysur. Zmadhimi të pasqyrat e rrafshta përkufizohet me raportin Z e barabartë me vija kryesore I prem A hyrë I A, që krejt kjo është e barabartë me 1, që do të thotë se në pasqyrat e rrafshta nuk arrihet zmadhim I shëmbullimit. Zbatimi I pasqyrave të rrafshta. Në njësim simore, pasqyrat e rrafshta treguam se në to nuk arrihet zmadhim I shëmbullimit, ashtu siç e paraqetëm me raportin e zmadhimit që është I barabartë me 1. Pra, nëse zmadhimi themi është I barabartë me 1, atëherë madhësia e objektit është e barabartë me madhësinë e shëmbullimit, gjë që është treguar nga ky raport të cilën e shkruam. Po ku gjejnë zbatim pasqyrat e rrafshta? Ne dimë se pasqyrat e rrafshta I përdorim në jetën e përditshme, në shtëpi, ku në qoftë se dalim para pasqyrës, atëherë brenda në pasqyrë do të shohim fytyrën tonë që është e larguar nga pasqyra po aq sa jemi të larguar ne, që do të thotë se në qoftë se dorën e djathtë e qisim para pasqyrës, në pasqyrë do të shohim dorën e majtë. Dhe dora e majtë se duket në pasqyrë është virtuale apo e imagjinuar, po përpos kësaj pasqyrat e rrafshta gjejnë zbatim shumë të madh në instrumente të ndryshme, si te mikroskopet, teleskopet, aparate të projekcionit e kështu me radhë. Duke zbatuar ligjin e reflektimit të dritës te pasqyrat e rrafshta, ashtu siç e tham në mësimin e kaluar, ku në bazë të reflektimit të dritës kemi thënë se në qoftë se një rrezë e dritës përhapet dhe bie në pasqyrë, ajo do të mbyll një kënd alfa me normalen, të cilën po e shënojmë me viza të ndërprera dhe me nënshkruajnë në, dhe pas reflektimit ajo rrezë do të ketë po të njëjtin kënd me këndin alfa, të cilën do ta shënojmë me këndin beta, ku kemi thënë se këndi alfa është I barabartë me këndin beta. Duke zbatuar pasqyrat e rrafshta,
mund të maten saktësisht kënde të vogla dhe zhvendosje të vogla këndore që shfrytëzohen në disa instrumente matëse elektrike, si për shembull në këtë figurën këto që kemi paraqit. Këtu kemi një pasqyrë të rrafshët dhe në të cilën supozojmë se një rreze e dritës përhapet si në këtë figurë me drejtim dhe kah të caktuar. Atëherë, në qoftë se kemi paraqitur një shkallë, do të shohim se rrezja e cila reflektohet do t'ja afrohet një shkallë të caktuar ku me saktësi mund të matim se sa ka qenë për shembull zgjatja nga bëmimi termik. Nëse në ndonjë pjesë të instrumentit matës që mund të rrotullohet, përforcohet një pasqyrë e rrafshët, atëherë në të mund të drejtohet një tufë e hollë e dritës intensive, e cila pas reflektimit nga pasqyra do të bjerë në ndonjë perde të shkallëzuar dhe në të ndriçojë një vend të caktuar.